alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht, Allahun subhanahu wa ta'ala e lavdërojmë. Vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Me të vërtetë të gjitha falënderimet dhe të gjitha falënderimet i përkasin vetëm Allahut azza wa jall. Kurse salavatet dhe selamët tona në qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi të gjithë familjen e tij, të gjithë shokët e tij dhe të gjithë besimtarët të cilët shkojnë sipas porosisë së tij. Pastaj, padyshim që nuk duhet të na kaloj pa e falendëruar edhe këshillin e Bashkisë Islame të ushtrisë me në krye kryetarin e tij, doktor Ejub Hadiri, Allahu shpëlbeft të mirat e tij, i cili ishte kryesori që mori këtë iniciativë të lehshme, edhe më së të nevojshme për qytetin tonë. Dhe me të vërtet kryetari në çdo çast ka qenë i gatshëm edhe i përgatitur që të përkrah të gjitha projektet të cilat janë në të mirat të këshillit edhe të komunitetit edhe të muslimanëve të këtij vendi. Po pastaj duhet të përshëndes edhe hoxhallarët kolegët, Allahu subhanahu wa taala i shpëlbeft me të mirat e tij të cilat kanë prezantuar sonde këtu. Dhe gjithashtu juve xhamatlit të nderuar, Allahu subhanahu wa taala ju shpëlbeft që keni shpreh gatishmëri që të prezantoni në këto përkujtime të thjeshta, nga se nuk është diçka që do të jetë shumë e veçantë, sepse besoj që këto janë vetëm se përkujtime. Pikë së pari duhet të ndalim në emërtimin e këtij projekti. Domethënë këshilli dhe konkretisht kryetari ka propozuar që ky projekt i ligjëratave të emërtohet me titullin Besimi në dritë e cila nuk shuhet. Dhe me të vërtetë kjo është një kuptim të plotë ka ky emërtim. Dhe kjo më kthen pak në histori. Pikërisht më kthen në histori të kësaj xhamie, sepse unë i këtoj am rritur në këtë filazhe. Dhe më kujtohet në vitet e 80-ta, kur ishim si familje, edhe shkojshim në shkollë herët, pas namazit të sabahut, e shefshim duke dalë vetëm një person ose dy. Dhe më thonë shpesh herë kanë qenë një ose dy, dhe nuk ka pas më tepër xhamat këtu. Po ashtu në namazin e Yacis ka pas raste kur janë falë një, dy, e ka pas raste kur nuk ka qenë askush. Mirë po, prapë se prapë drita Allahut subhanahu wa taala edhe besimin në Allahun nuk shuhet asnjëherë. Edhe ja që sot po e shohim plot. Edhe po e shohim se pjesa më e madhe janë të rinj. Po pastaj më kthen edhe në rast tjetër. Në kohën e luftës ishte pikërisht kjo xhami e cila ishte synim që të martohet, edhe pikërisht minarja e saj ishte këtu. Dhe më thonë, pasi që kishin martuar shkijet, ranojat e minarës kishin hyrë këtu në këtë pjesë. Dhe qëllimi i tyre ka qenë vetëm që ta shuajnë dritën e Allahut, mirë po ata nuk e kanë kuptuar se nuk ndalin dot. Nga se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim, wa ya'ba Allahu illa yutimma nurahu walau kariha al-kafirun." Ata armiqtë e fesë përpiqen që ta shuajnë dritën e Allahut, mirë po Allahu don ndryshe. Allahu don që vetëm të plotësohet ajo. Dhe po e shohim që sot po plotësohet. Pavarësisht se ju pëlqen tjerëve apo nuk ju pëlqen. Nga se kjo është drita e Allahut. Domethënë ne shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala që kjo iniciativë, që ky program i ligjëratave, i cili është organizuar nga Këshilli i Bashkisë Islame të ushtrisë, shpresojmë që me të vërtetë të jetë një dritë, të jetë një kontribut për ndihmë të xhamatit tonë edhe më tepër. Po pastaj tema konkretisht të kësaj ligjërate është shkaqet të cilat e nxisin besimtarin që të ketë stabilitet në fe. Edhe kjo është një temë që besoj se jeni të vendishëm se sa është e nevojshme për të gjithë ne, pa përjashtim. Duke pas parasysh luhatshmërinë e njeriut. Dhe bëtë njeriu, vetëm në natyra është i luhatshëm, është i tillë. Madje, pejgamberi alayhi salatu wasalam
ka thënë në hadithin e tij, me të vërtetë në zemrën e njeriut është e ngjashme me një pendër të shpendit, e cila nëse hedhen në erë, atëherë era e kthen ose kënej ose kënej. E pejgamberi alayhi salatu wasalam kështu e ka krahasuar zemrën e njeriut, nga se ajo është e luhatshme. Po pastaj nëse ja shtojmë shkaqet, edhe sprovat të cilat janë të shumta, edhe ato ndikojnë që njëri të luhatet herë djathtas edhe herë majtës. Kur e shohim këtë fakt, atëherë kjo janë nxit që të prekupohemi, që të vështrojmë se cilat janë ato shkaqe të cilat me të vërtetë na nxisin që të na ruajnë stabilitetin. Nga se nëse shohim zemrën e besimtarit edhe zemrën e njerëzve, në gjuhën arabe ajo është quajtur qalb. Është quajtur qalb nga folja e taqallub. Nga se natyra e saj zemra është e tillë që rrotullohet herë kënej, herë kënej. Qoftë varësisht prej faktorëve të cilën ndikojnë. Mund të ndiku pasuria. Mund të ndiku pozita. E mund të ndiku sprova të ndryshme që personi të anoj herë anej edhe herë kënej. Dhe pastaj domethënë nga këtu e shohim se duhet të përqendrohemi edhe të shohim se cilat janë ato shkaqe të cilat do të na ruajnë stabilitetin tonë në fe, duke pas parasysh pastaj edhe porositë e dietarëve tanë, të cilët kanë thonë keni kujdes. Nga se me çfarë do arsye që personi rrezikon, çfarë do domethënë çështje që njëri mundet me rreziku me pasurinë e tij, mund me rreziku me çështje materiale, atëherë dietarë kanë thonë keni kujdes vetëm me fen tuaj mos rrezikoni. Atëherë keni kujdes ruajini që të mos rrezikohet feja juaj, edhe mos hyni në ato veprime, në ato aktivitete, në ato çështje të cilat u rrezikojnë stabilitetin në fen tuaj. Po pastaj Allahu subhanahu wa taala na thret në këtë. Nga se ai në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju të cilët keni besuar, ta keni frikë Allahun sinqerisht, ashtu siç e meriton Allahu. Dhe të jeni të kujdesshëm që të vdesni vetëm si besimtarë dhe si musliman. Dhe ky ajet nënkupton që besimtari duhet të jetë i paluhatshëm në besimin e tij, në parimet e tij, në fenë e tij, në mënyrë që edhe kur t'i vijë vdekja, në gjësa që t'i vijë vdekja, ai të jetë si besimtar. Edhe mos jetë rrugën e gabuar. Po pastaj ku janë edhe paralajmërimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Sepse ai në hadithin e tij ka thonë me të vërtetë para jush janë disa kohra të si presin, edhe janë kohra të durimit. Prandaj ka thonë përgatituni për ato kohra se duhet të nduroj besimtarin në to, nga se do të ketë sprova të shumta. Nëse i shohim disa shkaqe, ato ndonjë më kryesorët që janë, që me të vërtetë do ndikojnë që një besimtar të jetë stabil në fenë e tij, edhe në besimin e tij. Kryesore është lutja. Edhe këtë Allahu na qet në kujtesë, vazhdimisht. Në përmend leximet të surës Al-Fatiha, në çdo recate ne e shohim ajetin dhe lexojmë ihdinas siratal mustaqim. Këtë ajet kuptimi i të cilit është forcona në rrugën tënde. Forcona në rrugën e drejtë. Domethënë kuptimi i këtij ajeti, sipas shpjegimit të sahabëve ka ardhur, domethënë ona mirë po edhe forcona në rrugën tënde të drejtë. Edhe këtë duhet ta vazhdojmë çdo ajet. Edhe ta shohim domethënë se pikësynimi kryesor i besimtarit është që ta lutoj Allahun për qëndrueshmëri, për stabilitet, nga se në fund të fundit, krejt çështja e stabilitetit, krejt çështja e besimit, krejt çështja e udhëzimit është vetëm në dorën e Allahut. Prandaj duhet të kërkojmë vetëm prej tij që të na forcojë në fenë e tij. Po pastaj është ajeti tjetër, në të cilën Allahu Azza wa Jall i përshkruan fjalët e dietarëve, të cilët i kanë kuptuar ajetet e tij. Edhe ata kanë thënë Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kanë thënë o Zot, mos devijoj zemrat tona pasi që na udhëzon në rrugën e drejtë. Pra besimtari vazhdimisht duhet të kujdeset të lutë Allahun për qëndrueshmëri, për stabilitet, për veten e tij, për familjen e tij dhe për të gjithë besimtarët. Çështja e dytë, prej shkaqeve
të cilët do të ndihmojnë besimtarit që të jetë i qëndrueshëm në fenë e tij, edhe në besimin e tij, padyshim është kujdesi për imanin edhe kujdesi për veprat e mira. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allahu i forcon besimtarët, i forcon ata të cilët kanë besu me fjalën e fuqishme. Pra është fjala me fjalën la ilaha illallah. Allahu me shahadetin i forcon besimtarët në besim në këtë botë edhe në botën tjetër kur do dalin para llogarisë. Pastaj prej çështjeve që ndihmojnë në këtë janë veprat e mira. Allahu edhe për këtë thot: "Wa'law annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." Nëse ata do të kujdeseshin që të kryejnë urdhrat e Allahut, që të jenë të përpik në ata që Allahu i ka urdhëruar, atëherë thotë kjo do të ishte më hajër për ta, kjo do të ishte më mirë për ta, edhe do të arshtonte përgjithshmërinë edhe forcinë në rrugën e tyre edhe në besimin e tyre. Pra, për në ndërlidhur këtë, se për kushtimin e veprave të mira, sa është faktori fuqishëm që besimtari të jetë stabil në fenë e tij, do të kthehet me një shembull konkret. Në kohrat më hershme kur thash, në këtë xhami jam fal shumë pak. Më kujtohet një haxhi i cili ka pas shtëpinë këtu afër. Mirë po thuaj ai asnjëherë nuk ka mungu. As ka qenë rregullt në këtë xhami, saqë edhe në moshën e tij të shtyr, kur i ka pas gati 90 vjet. Ai është fal këtu. Dhe më kujtohet vdekja ai ka ardhur këtu. Në namazin e akşamit, duke u afruar në saf 2-3 hapa para se me ardhë të safi, aty ka vdek. Edhe më kujtohet se xhamati e kanë vazhduar namazin, nga se nuk i kanë ditë se çfarë bën dot. E kanë dhënë gjithçka dhe kur kanë jap selam, e kanë pasur rahmetia ka jap shpirt. Dhe ky le të jetë një shembull që nuk i harroj kurrë, se veprat e mira dhe për kushtimin e veprat e mira, çfarë ndikimi ka që besimtari të jetë stabil deri në çastet e fundit. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë nëse ata do të ishin të përkushtuar në ato që Allahu i ka urdhëruar, ata do të ishte më e ndikuar për ta, do të kishte ndikim më të madh për stabilitetin e tyre dhe për qëndrueshmërinë e tyre. Nëse i shohim konkretisht ata besimtarë, të cilët janë preciz, edhe janë të përkushtuar në namaz, në kohën e namazit, po pastaj edhe më tepër, nëse i shohim ata të cilët janë të përkushtuar me namazin e xhamat, ata me të vërtetë ka dallim shumë mes tyre dhe mes të tjerëve. Sepse e shohim precizitetin e tyre, e shohim përkushtimin e tyre, e shohim edhe në sjelljet e tyre reflekton ajo. Një xhamatli, i cili është i saktë në namazin e tij, e cili është konkretisht saktë në namazin me xhamat, atëherë reflekton në të gjithë qenien e tij, në të gjitha veprimet e tij. Dhe prej faktorëve të tjerë, të cilët kanë ndikim shumë në stabilitet në fe, është çështja e shoqërisë. Le ta sheh besimtari se kush janë ata persona me të cilët po shoqërohet. Se kënë ka shoqëri. Duke e ditë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, i cili ka thënë al-mar'u ala dini khalilihi, fa yanzur ahadukum man yukhaliluhu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, njeriu është në fenë e shokut të vet. Prandaj le të shikojmë mirë se me kënë po shoqërohet. Shoqëria e tillë është për nga natyra e cila e tërhek njeriun. E tërhek në veprat e tyre. Ashtu çfarë i pëlqen shoqërisë, çashtu shkon edhe personi. Mirë, po siç thamë më herët me çështjen e fesë, nuk duhet të luhet as pak. Nuk duhet të rrezikohet. Prandaj duhet të zgjedhet një shoqëri e zgjedhur, një shoqëri e cila i ndihmon besimtarin në stabilitetin e tij në fe, mjafton stabilitetin, e të mos jetë në shoqëri e cila e largon prej fesë. E kemi prap një krahasim madhështor nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai ka thënë, shembulli i shokut të mirë edhe shokut të keq, ka thënë është sikurse shembulli i kovaçit, i farkatarit, edhe si shembulli atij që shet parfim. Ka thënë, nëse shkon te ai që shet parfim, ose prej tij ke ble parfim, ose nëse nuk ke ble,
së paku prej tij kemë ndëgju erë të mirë. Dhe çfarë kuptimi ka kjo? Kuptimi i kësaj është nëse shkon tani shok i mirë, ose kemë marrë dobi prej tij, ose kemë marrë mësime prej tij, ose kemë marrë udhëzime prej tij, ose së paku të ai kemë pa vepra të mira, ose së paku të ai kemë pa fjalë të mira. Mirë po, në shembull i shokut të keq ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është sikur sa ai që punon te farkatari që i fryn hekurit për ta pastruar. Ka thënë te ai, ose kime pa ngaca, të cilët kanë matisos teshat, ose kime dëgju erë të keqe. Kështu është shoku i keq. Dhe me thonë, nëse rrinë me të, ose kanë në të djegë teshat, ose trupi, pra kime djegë për i ti, ose se paku kime pa senet këqia të aji. Dhe këtu e shofim se çfarë ndikimi ka në stabilitetin në fe, lloji shoqërisë, se çfarë e ka besimtari dhe me thonë shoqërinë e tij. Prandaj le të jetë vetëm një shoqëri e zgjedhur, vetëm një shoqëri që ajo përkujton Allahun, e cila ajo përkujton rrugën e Allahut subhanahu wa taala, edhe ndihmon në atë. Prej çështjeve të tjera të e cilat e ndihmon besimtarin në stabilitetin, në fenë e tij, në besimin e tij, është që të shoh historitë e pejgamberëve të Allahut. Këtu e shohim se Kurani ja ka kushtuar një hapësirë madhështore historisë së pejgamberëve. Arsyeja kryesore është që ne të marrim mësim prej tyre. Sepse modelin më të mirë do ta kemi te pejgamberët e Allahut. Modelin më të përsosur, praktikisht do ta kemi në veprat e tyre, në historitë e tyre. Nëse shohim Ibrahimin alayhis salam, se çfarë sprova shpati, se sa e luftuan edhe familja e tij, edhe prindit e tij, edhe rrethi i tij, nuk u lohat asnjëherë. Vetëm se u përforcua në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe në besimin e tij. Po nëse shohim edhe më tepër Nuhun alayhis salam, ai i cili Allahu subhanahu wa taala i dha jetë të gjatë, ja dha 950 vite jetë. Dhe gjithë jetën e tij u përball me kundërshtarët e tij. U përball me sprova të shumta, mirë po asnjëherë nuk u lohat. Nëse shohim Musa alayhis salam, se çfarë sprova pati, çfarë shohim në historinë e tij. Prej sprova më të mëdha ishte sa ai u përball me faraonin. Me një udhëhesë me pa të drejtë në fytyrën e tokës. Me pa besimtarin më të madh në fytyrën e tokës, faraonin. E luftoi me të gjitha mjetet që pat. E kundërshtoi me të gjitha mjetet që pat. Mirë po kjo vetëm se ja shtoi Muses alayhis salam qëndrueshmërinë e tij, edhe pse ai pati sprova të mëdha. Dhe prej sprova është kur i than besimtarët e Muses, inna lamudrakun, qala inna ma'i rabbi sayahdin. Kur faraoni me fuqinë e tij dhe me ushtrinë e tij të madhe ishte duke u përpjek që ta vras Musën edhe me krejt besimtarët e tij. Dhe disa prej besimtarëve të tij patën frikë. Edhe thanë mos ushtria e faraonit do të na zë. Edhe çfarë ishte përgjigjja e Musës alayhis salam? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Asasi. Nuk do të na arrin ushtria e tij, sepse me ne është Allahu, edhe ai do të na udhëzojë në rrugën e shpëtimit. Dhe besimtari do të shoh, pra domethënë mësim në jetën e pejgamberit të Allahut. Po pastaj në jetën e pejgamberit ton alayhis salatu wassalam. Cilat ishin sprovat e tij? Të pandashme. Të gjitha llojat e sprovave të njerëzimit mundesh me gjetë te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Qof në aspektin e luftave, qof në aspektin e varfërisë, qof në aspektin e humbjes së anëtarëve të familjes, qof në aspektin e humbjes së fëmijëve, qof në aspektin se u rrit si jetim, qof në aspektin se ishte i pandjekur, ishte i armiqësuar. Mirë po, a u lohat në herë? Ajo vetëm se ja shtroi qëndrueshmërinë në fe. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Në historitë e pejgamberëve ka mësime për ata të cilët kanë mendje të shëndosh. Prandaj të ndëruar vëllezër, duhet i kushtojmë rëndësi të veçantë mësimit të historisë së pejgamberëve, sepse Allahu një pjesë të madhe të ato historive na ka rrëfyer në Kur'an, vetëm që jetë forcim për ne në këtë rrugë e cila nuk është e lehtë.
Dhe prej shkaqeve që mos të zgjas më tepër, është që besimtari duhet të jetë i durueshëm. Besimtari duhet të ketë sabër, sepse rruga e besimit nuk është çështje e lehtë. Allahu subhanahu wa taala vetë në Kur'an na ka paralajmëruar për këtë, edhe thotë: "E hasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum yaftanun la yuftanun." Thotë, a kanë llogaritur ata që do të besojnë, edhe do të thonë kemi besu, edhe nuk do të sprovohen? Sprova ka me pas, nga më të ndryshmet. Por në fund të mundit për besimtarit kërkohet që të jetë i durueshëm. Çfarë do sprovë që ka para vetes? Duhet të bëjë durim, sepse kështu ishin edhe sjelljet e pejgamberëve të Allahut. Durimi. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin." O ju të cilët keni besuar, kërkoni ndihmë me durim edhe me falje të namazit. Do të thonë, çdo vështirësi që keni para vetes, duhet të keni parasysh faljen e namazit. Edhe dyta është çështja e durimit, sepse Allahu do të jetë me durimtarët. Po pastaj, është një hadith e pejgamberit alayhi salatu wasalam i cili thotë: "Wa in yatasabbar yusabbirhu Allah." Ai cili përpiqet, bën përpjekje që të jetë i durueshëm, Allahu subhanahu wa taala do t'ia shtoj edhe do t'i jap durimin. Do të thonë çështja e durimit sipas këtij ajeti, edhe sipas haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e shohim se është një çështje që mësohet. Dikush mundet me thonë: "Valla unë jam i tillë, karakterin e kam që jam i padurueshëm. Jam i nxitueshëm. Nuk kam durim, nuk kam sabër." Mirë, po kjo as se si nuk do të jetë argument, sepse pejgamberi na ka mësuar, edhe na ka thonë ai që përpiqet, domethënë do të më bëj përpjekje për ta fituar durimin. Atëherë Allahu subhanahu wa taala vetëm se do t'ia shtoj, edhe do t'jap sukses që të jetë me personave të durueshëm. Aspekti i durimit mund të jetë në shumë çështje. Pikë së pari, durimi është në kryerjen e ibadeteve. Domethënë, pa pas sabër, nuk është e lehtë as të mirët abdes, e as të jetë besimtari kujdesshëm për 5 kohët e namazit. Kjo kërkon përkushtim, kjo kërkon qëndrueshmëri, kjo kërkon forcë, kjo kërkon vetëdijshmëri. Po pastaj, edhe çështja e largimit prej të këqijave, edhe kjo është një çështje që kërkon durim. Nuk është e lehtë kur besimtari përballet me epshet e tij, përballet me çështjet materiale, me pasuri, me pozitë, ato janë tërheqëse. Mirë, po durimi do të jetë për çështjeve kryesore të cilat e franon besimtarin që të mos shkojë nga ato të cilat Allahu subhanahu wa taala ja ka ndaluar. Dhe aspekti i tretë i durimit është besimtari duhet të jetë i durueshëm në caktimet e Allahut. Duhet të përballjojë me durim, edhe duhet të pajtohet me çdo që Allahu subhanahu wa taala ja ka caktuar. Dhe e fundit, me këtë do ta përfundojmë që të mos e zgjas tepër, e shohim sprovat sot nga më të ndryshmet. E janë sulmet, janë fyerjet, janë provokimet. Mirë, po në fund të fundit besimtari duhet me ditë se kiameti nuk ka ndodhur. Nga se pejgamberi Allahut, kush ka qenë ai, ka pas sprova edhe më të vështira. Ama e kanë porëzon prej Mekës, prej qytetet të tij të lindjes, prej qytetet të tij më të dashur. E kanë porëzon me gjithë familjen e tij, me gjithë besimtarët. Edhe ka praktis. Madje edhe ka izolu. Madje e kanë fy, madje e kanë godit. Megjithatë, në një rast prej rasteve, thot, sikur se po e shoh një pejgamber të Allahut, të cilin kundërshtarët e tij e kanë maltretuar aq shumë sa që e kanë bërë gjak. Edhe në fund të fundit thotë e kam dëgjuar se ai pejgamberi i Allahut ka thonë: "O Zot, fale popullin tim se ata nuk dinë." Besimtari duhet ta ketë parasysh. Nëse përballet me sprova, nëse përballet me provokimet e njerëzve të ndryshëm, duhet ta di se ata janë njerëz të cilët nuk dinë, nuk e kanë kuptuar realitetin. Dhe përpjekja kryesore besimtarët është duhet të jetë, domethënë që të mësoj ata, që të sillet me edukat, nga se nuk i dihet një sjellje e mirë, një marrëdhënie e mirë, një qëndrim i mirë ndaj tyre, ndoshta ndikojë domethënë që
të zbuten zemrat e ato njerëzve, dhe me thënë të cilët janë që i provokojnë besimtarët, edhe i sprovojnë besimtarët, edhe përpiqen që besimtarët t'i largojnë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Në fund, Allahu subhanahu wa taala lutim për sinqeritet në veprat tona. Allahu subhanahu wa taala lutim që të na jap qëndrueshmëri në fenë e tij, që me të vërtetë ta përmbudojmë këtë jetë, sikur se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam me fjalën la ilaha illa Allah, nga se çdo kush që ka përmbuluar jetën e tij me shahadet, vetëm se do ta ketë si shpërblim në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall ju shpëbleft me të mirat e tij, na bani halal kryetar. Allahu shpëbleft për iniciativën, për prezencën, për konsideratën që keni në prezentën këtu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.